E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë në fakt bashkarisht tensionet që po ndodhin sot në Big Brother. Sonte është Prime dhe banorët në për të gjitha format e tyre, në për të gjitha dimensionet e tyre, do të bëjnë lëvizje që të binë në sy, do të bëjnë veprime që të binë në sy. Artani, siç duket, është një lojtar shumë i dobët që nuk arrihet dot të kupton ato drona që vinë në shtëpi, ato mesazhe që vinë në shtëpi nga Big Lovi se çfarë dashurie dhe çfarë populariteti konsideron Mateo jashtë edhe Brikena. Tani ti thuash Mateos ti që ti do të dalësh ditën e martë nga shtëpia, i thonte pikërisht tani Artani, do me thënë, gjatë kohës kur po bëheshin gati tek dhoma e grimit që kanë ardhur parukierët për t'i bërë gati për prajmin e sonтëm, kjo nuk kupton që ti nuk e ke fare logjikën e lojës dhe nuk e arritur që të kuptosh që banori i cili është shumë i preferuar ka drona më shumë në atë shtëpi. Por banorët kanë krijuar një bindje që Mateo vjen nga një familje borgjese, ashtu si që i thot dhe Rogerti, dhe kanë paguar non stop lek që atë ta suportojnë nga jashtë. Por e vërteta është që Mateon e suportojnë publiku i tij, e suporton njerëzit të cilët e duan dhe e duar trokasin. Tani Artani nuk e di akoma se çfarë afrimiteti ka krijuar Brikena dhe Mateo, se atë që ne e shohim nëpër kamera nuk e shohin banorët në shtëpi. Se gjatë kohës kur mbrëm Artani qëndronte jashtë në verandë, Brikena dhe Mateo në dhomën e lavanderisë përqafonin, përkëdhelnin njëri tjetrin dhe nuk kanë përse të ofendojnë njëri tjetrin. Por ti thuash ti një banori që unë ty do të degeneroj jashtë, do të thënë kjo është kërcënim. Unë e shoh që Artani ndjehet shumë i trembur në fakt brenda kësaj shtëpie, nuk ka aleanca se ku të mbahet, edhe normalisht zgjedhjen më të lehtë ka që të godet në këtë rast Mateon, edhe Brikenën sepse i shikon si një çift të fuqishëm, si një çift i cili vërtet mund të japi një super dashuri të madhe publikut dhe shikoj që Artani dëshiron të godet në qendër. Unë mendoj që për mendimin tim që Artani nuk diti të mbahet, ai ka një lloj urrejtje inati të pashpjegueshëm dhe kjo në fakt e nxjerr një anë të tij shumë të keqe, por që të degeneron Mateon nuk e kuptoj në çfarë logjike e ka thënë këtë gjën, sepse në fund të ditës Mateo thjesht është duke i thënë gjërat që Artani është i luajshëm dhe mendoj unë që nuk diti të ndërtoj karakterin e tij brenda në lojë.